إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد falëndërimi dhe lavdërimi qoftë Allahut Azza wa Jall. Ata falënderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Salavatet dhe përshëndetjet tona më të përzemërta ja dërgojmë njeriut më të mirë, më të zgjedhur dhe krijesës më të dashur të Allahut, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyreve që e pasua dhe ndjekin rrugën e tij më të mirë deri në ditën e gjykimit. Falëndërimi qoftë Allahut i cili na udhëzoi për këtë dhe na udhëzoi që ta falim namazin e xumos dhe të jam me sy derës së xhamisë. E falenderojmë Allahun Azza wa Jall fillim dhe pa mbarim. Dhe lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na mundëson të jetojmë si musliman, dhe të vdesim si musliman, dhe së bashku kështu të hyjmë në xhenetin e Allahut subhanahu wa ta'ala, në vendin e begative të përhershme, në vendin e të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala e ka përgatitur për besimtarët e devotshëm. Mu dhe juve Allahu na bëj prej tyre. Vëllezër të nderuar, thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an: wa anna al-masajida lillah, dhe se xhamit janë për Allahun subhanahu wa ta'ala. Fala tad'u ma'a Allahi ahada, kështu që në to mos e lutni askë tjetër pos Allahut subhanahu wa ta'ala. Xhamit janë shtëpia të Allahut në tokë, janë vendet më të bukura, janë vendet më të mira. Në gjuhën arabe, xhami si thujnë mesjid, që do të thotë vend ku i bëhet sejza Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj edhe ajetin që ndëgjuat ku Allahu thotë: wa anna al-masajida, dhe se xhamit, por është për qëllim xhamijat e njohura, të cilat i ndërtojnë besimtarët, mirë po, është edhe për qëllim dhe se shajat e sejdës, e që janë 7, pra balli dhe huna 1, pastaj 2 durt, 2 gjojt dhe 2 këmbët. Pra të gjitha këto janë për Allahun subhanahu wa ta'ala. Kështu që përveç Allahut Azza wa Jall, as kujt këto gjymtyrë mos ja drejtoni. Të gjitha këto duhet të dedikohen vetëm Allahut sinqerisht. Njashtu si thot Allah: fala tad'u ma'a Allahi ahada, dhe askënd kur njëherë mos e lutni zbashku me Allahun dikë tjetër në ty. Pra xhamit janë vendet më të dasha në tokë, si që dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ahabbul biladi ila Allahi al masajid, vendet më të dashura
në to dhe Allahu subhanahu wa ta'ala janë xhamia. E si ju, kur ato i bëhet sejdë Allahut azza wa jall, ato falen 5 kohët, ato lexohet libri Allahut subhanahu wa ta'ala, ato i kërkohet falje, istighfar Allahut subhanahu wa ta'ala, ato përmendet shumë Allahu subhanahu wa ta'ala, ato besimtari pendohet tek Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe ato se cilit do të jam synë këtyre vendeve me një të pastër për Allahun te bareke wa ta'ala. Vlera e mezideve apo xhamive në gjuhën shqipe që i themi, nga se fjala xhami është e marrë prej fjalës turqisht, po turqit e kanë marrë prej arabëve, që do të thonë vendi ku mbledhen njerëzit. Pra mbledhen dhe bashkohen, dhe për këtë arsye quhet edhe dita e Xhuma, el Xhuma. Pra dita e tubimit, se mbledhen besimtarët një herë në javë. Pra mbledhen në namazin e Xhumës. Prandaj mezidet apo xhamia, vëllezër të nderuar, ka rol, vlerë dhe pozitë shumë të madhe te Allahu subhanahu wa taala. Saqë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ishte përndjekur nga pabesimtarët, kur e nxarrën prej Mekës dhe shkojnë në Medinë, gjën e parë që e ka bërë para se të arrinte në zemër të Medinës, ishte ndërtimi i xhamisë së Kubas. Edhe sot e kësaj dite gjendet kjo xhami. Sa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha për këtë xhami, pra xhamin e Kubas, xhamia e parë ndërtuar në Islam. Kush do që shkon ditën e shtunë dhe merr abdes në shtëpinë e tij, atëherë ka shpërblimin sa një umre. Dhe kjo xhami, vëllezër të nderuar, është përmendur në Kur'an. Le mesjidun ussise ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fi. Thot Allahu subhanahu wa taala, një mesjid, një xhami, e cila prej ditës parë është ngrit në themele të devotshmërisë. Pra është ngrit në bazat shëndosha, është ngrit për Allah. Dhe është ngrit që në të adhurohet Allahut, është në pasoret të qëndrohet dhe të falet në xhami. Pra shika pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i zbret një ajet kuranor për këtë xhami të cilën e ka ndërtuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe pasa që arrin pejgamberi në zemër të Medinës, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po ndërton xhamin e Medinës. Pra xhamia e Medinës dhe afër saj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po banon në mënyrë që të jetë më lehtë dalja në xhami, dhe në xhami pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po i edukon sahabët, dhe xhamia, vëllezër të nderuar, është vendi më i dashur tek Allahu, më i dashur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe më i dashur te besimtarët e mirë dhe të sinqertë. Allahu mu dhe juve na bëj prej tyre. Gjithashtu, vëllezër të nderuar, as i ka kushtuar rëndësi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam xhamis, saqë edhe kur dilte në ndonjë udhtim, ose kur bënte kamp, ose kur shkonte në ndonjë ekspedit, dhe në vende ku vendoshin e merrnin një vend për xhamin. Kjo në mënyrë që të mbjellet madhrimi dhe pozita e xhamisë në zemrat e besimtarëve. Nga se është vend që e donë Allah subhanahu wa taala më së shumti në tokë. E ato që e donë Allahu azza wa jall do ta dojnë edhe besimtarët. Dhe do ta ndërtojnë edhe besimtarët. Dhe do ta madhrojnë edhe besimtarët dhe t'i dhojnë pozitë dhe vlerë. Nga se ato është drita, siç edhe Allahu subhanahu wa taala thot, fi buyutin edhin Allahu an turfa. Thot, ajo dritë është në ato xhami që Allahu subhanahu wa taala ka dhënë leje më ndërtu dhe më ngrit. Dhe gjithashtu, vëllezër të nderuar, nga rëndësia e madhe që ka mesxhidi apo xhamia, edhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sahabët
që kanë qenë njerëzit më të mirë mos pejgamberëve, e të cilët Allahu ka thonë Kur'an, radiyallahu anhum, po për ta ka thonë, Allahu është i kënaqur me ata, dhe ata të kënaqur me Allahun subhanahu wa taala, e kuptuan rëndësinë e madhe të xhamive, dhe gjatë jetës së tyre, dhe vendeve ku shliranin, sikur se Egjipti ose Iraku dhe vende të ndryshme, ata gjën e parë që shkonin ato vende e ndërtonin xhamin. Omer ibn Khattabi përgëzuar me xhenet, 10 ajete kanë zbrit me mendimin e Omerit radhiyallahu anhu. Njeriu që ka ardhur i dyti në renditje mas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam si halifi muslimanëve, kur i dërgonte emirat apo udhëhecat në vende të ndryshme, i këshillonte që gjëja e parë të ndërtonin një xhami, një mesgjid, dhe pastaj të falin vaktet ato dhe të thirrë ezani. Derisa vëllezër të nderuar, vazhdon edhe dietarët e muslimanëve me kuptuar rëndësinë e mesgjideve, rëndësinë e xhamive, sa që kanë thënë dietarë, në një vend ku s'ka xhami, edhe nuk ka spital, do të më ikë vetush, po s'ka mjet, do të më shumë atë vend. Prandaj xhamia është më së nevojshme për besimtarët. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë në një hadith, men bana masjidan bana Allahu lahu baytan fil janna. Kush ndërton një xhami, Allahu ja ndërton një pallat në xhenet si shpërblim i asaj pune të mirë që ka bën këtë dynjë. Dhe thot Allahu subhanahu wa ta'ala, innama ya'muru masajid Allahi men amana billahi wal yawmil akhir. Thot me të vërtet, xhamit Allahut i ndërtojnë dhe i frekuentojnë dhe hyjnë ato dhe vizitojnë ato ata që i besojnë Allahut dhe ditës së fundit. E të cilët e qamu s-salate wa atu z-zakat, të cilët e falin namazin, e japin zakatin dhe nuk i friksohen askujt pas Allahut subhanahu wa ta'ala, fa asa ulaika min al-muhtadin. Atë Allahu subhanahu wa ta'ala, mu këta janë ata të cilët janë të udhëzuar. Allahu i quan të udhëzuar ata të cilët ecin në ndërtimin e xhamive dhe ecin në adhurimin në xhamia të Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith që transmeton Enes radhiyallahu ta'ala anhu, thot: inna Allaha yunadi yawm al-qiyamah, Allahu ka me thirr në ditën e kiametit, ejnë gjirani, ku janë fëqinjet e mi, ku janë fëqinjet e mi? Atëherë me lasët i thojnë Allahu subhanahu wa ta'ala, o Zoti ynë, e kush e meriton me kanë fëqinjet e tue? Atëherë Allahu azza wa jalla thot, ejnë ummarul masajid, ku janë adhuruesit, frekuentuesit e xhamijave, ku janë ata që kanë vizituar xhamia? Ata janë fëqinjet e mi. Allahu subhanahu wa ta'ala i vendos në xhenetet e tij, në kopshte dhe lumej, dhe në knatësi të përhershme, ku Allah subhanahu wa ta'ala do jetë i kënaqur me ta. Pastaj vëllezër të nderuar, ndërtimi i xhamia është dy lloje. Është ndërtimi fizik, sikurse me ndërtu me mjetet e ndërtimit, pra me mjetet materiale, ose me financim, me të hodha ashtu me radhë, ose me pjesëmarrje, domethënë duke kanë prezent fizik, duke ndërtu xhamiat me dorën tënde. Dhe e dyta është duke u falë tu, duke i pastru ato, duke lexu Kur'anin tu, duke u nis me një hajër tu, duke adhuru Allahun subhanahu wa ta'ala me tu. Prandaj, kjo e dyta është edhe më e rëndësishme se sa e para. Edhe pse të dyjat janë të lidhura ngushtë njëra me tjetrën. Prandaj, e lutim Allahun subhanahu wa ta'ala që të jemi pjesëmarrës në të dyja, qoftë në ndërtimet e xhamijave, në hapjen e mesgjideve, ose në frekuentimin e tu, dhe faljen e vakteve e tu, dhe faljen e xhamos, dhe faljen e dhe kryen e ibadeteve të ndryshme, dhe hajrateve të ndryshme të cilat dalin prej xhamijave, qoftë edhe duke ndihmuar njëri tjetrin, qoftë nëse ka nevojë dikush për ndihmë, siç edhe elhamdulillah për xhamisë tonë, ku njerëzit kanë pas nevojë për shërim jashtë vendit,
dhe Allah i shpërblir gjithë secilin prej xhamatit i cili ka kontribuar dhe ka dhënë prej të dhënave të tij, duke arrit kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala dhe duke shpresuar shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe lutem Allahun azza wa jall që gjithëherë të ashtu me qëllimet e mira dhe mjetet të mira të jemi dhe të arrim kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala dhe të tregojmë rahmetësi dhe të mëshirshëm ndaj tjerëve në mënyrë që Allahu subhanahu wa taala të tregohet rahmetësi dhe të zbret mëshirën dhe rahmetin mbi neve. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Vëllezër të nderuar, ashtu siç e kuptuam se xhamiat ndërtohen dy mënyra, qoftë në ato fizik, qoftë në ato shpirtërore, duke adhuruar Allahun dhe duke përmendur Allahun azza wa jalla tu. Mirë po mos e harrojmë se xhamia gjithashtu dhe shkatërrohen dy mënyra. Allahu subhanahu wa taala ka përmendur Kur'an dhe ka thonë Allahu jalla wa ala وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. Ako më mizor, ako më zullumqar, se ai I cili pengon prej xhamiave të Allahut subhanahu wa taala. Pengon dhe ecën në shkatrimin e tyre, në xhamiat në të cilët I bëhet sejdë Allahut, lexohet Kur'an, në xhamia në të cilat nuk përdoret droga, alkooli dhe ndyrësira të ndryshme. Pra mendo, në xhamia përmendet vetëm Allahu, lexohet Kur'an, marrin besimtarë shiva të ndryshme. A ka më mizur se sa ai I cili ecën në pengimin e xhamia, ecën në shkatrimin e tyre, ecën në rrëzimin e tyre. Allahu azza wa jalla thot vazhdim: "Ulaika ma kana lahum yadkhuluha illa khaifin." Ata nuk është dash ndryshe me hinë to, përveç se me frikë. Se është hije musafiri Allahut azza wa jall, para mbretit krijuesit saj gjithësisë, është duke hitë mbretit të Allahu subhanahu wa taala. Pastaj Allahu azza wa jall thot vazhdim: "Ulaika ma kana lahum yadkhulu fiha lahum fi dunya khizy." Për ata të cilët pengojnë, qofshin me vepër, qofshin me fjalë, ata kanë me pas poshtrim njëtën e kësaj bote. Kanë me konë të poshtrum, kanë me konë të sakatum, kanë me konë të dështum, kanë me konë të falimentum. Ulaike ma kanë lahum yadkhulu fiha illa khaifin. Nga se s'ju ka taku ndryshe me hi, përveç se të friksuar, të përullur, të nështruar dhe Allahut azza wa jall. Dhe kushdo që nuk hyn kështu, dhe hy me qëllime të këqija, Allahu na ruaj, atëherë ata I pret poshtrim këtë dynja dhe I pret dënim këtë dynja, ndërsa poshtrimi dhe dënimin e botën tjetër është edhe më I rëndë. E pret xhenemin te Allahu subhanahu wa taala. Allah na ruaj prej kësaj kategorie vëllezër të nderuar. Por shkatrimi përmendet në dy lloje në këtë ajet kuranor. Shkatrimi fizik, duke shkatruar xhamia të Allahut azza wa jall. Siç do sot për shkak të fotot, të cilët kanë shkatruar me mirë xhamia në Gaza. Allahu ju ndihmoj muslimanëve. Dhe e dyta vëllezër të nderuar, është duke shkatruar ato duke fol keq për to. Siç ndezojnë asot njerëz të ndryshëm, duke fol keq për mesjide ose duke fol keq për xhamia. Allahu na ruaj. Prandaj kush do me çfarë do lloj metode dhe mënyre që ecën në shkatrimin dhe rënimin e xhamiave, po qoftë mënyrë fizike, apo qoftë duke fol keq për to, lahum fi dunya khizy. Këtë botë ka me pas poshtrim për ta. Wa lahum fil akhirati adhabun adhim. Ndërsa në botën tjetër për dënim I rëndë. Po I pret dënim I rëndë te Allahu subhanahu wa taala, nga se në ato vende që është dash me ecë me ndihmu, ai ka ecë për me prish. Ato vende që është dash me ecë me përkrah, ai ka ecë për me bë zullum dhe padrejtësi dhe mizori, prandaj e pret dënim I rëndë te Allahu subhanahu wa taala. Allahu na ruaj. E jonja është se kemi Kur'anin dhe Sunetin, dhe çdo gjë do ta kthejmë në peshon e Kur'anit Sunetit. Dhe lut Allahun azza wa jall që hajrin dhe e mira gjithherë të del nga gjuhët tona, dhe punët tona gjithherë të jenë të mira, në ato që Allah azza wa jall don të është I kënaqur. Dhe lutem Allahun azza wa jall që Allahu na ruaj nga dashakeqet
dhe nga çdo kush I cili nuk ja don të mirën xhamisë Allahut subhanahu wa taala dhe nuk ja don të mirën besimtarëve. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. Yaqulu Allahu jalla wa ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.